Pas më shumë se 100 ditësh brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri, regjizori Aldo Marko i dha fund aventurës së tij në Big Brother VIP. I ftuar së fundmi në emisionin Big Brother Radio, ai ndau mendimet e tij padorashka për disa prej banorëve dhe dinamikat e lojës. Duke komentuar mbi inteligjencën dhe sjelljet e konkurrentëve të tjerë, Aldo nuk i kurseu as pak fjalët. Ka pasur shumë budallëng këtë vit. Për mua një ndër ta ishte Valbona. Ajo është tipik shembulli i asaj që vërtet dhe nuk dëgjon, nuk ka lidhje mes mendjes dhe gojës, tha ai me tone të ashpra. Sa i përket lojës së Laertit, ndonse pranoi se ai është një nga më të zgjuarit në shtëpi, Aldo nuk i dha pikë për strategjinë. Laerti për mua është më inteligjenti aty, më me bagazh dhe më dinamiku, por loja e tij nuk vlen. Gjithçka që ai bëri ishte për shkak të Valbonës. Ai u bë aktiv vetëm për shkak të historisë së tyre dhe 90% të sulmeve që ka marrë kanë ardhur prej kësaj lidhjeje.